Për te i fakti që jeni dy dentistë shumë të apasionuar pas punës që bëni, ai është kirurg, ndërsa ti je ortodontiste. Në drejtim të menaxhimit, cilat janë kontributet që sillni të dy në klinik? Për të vërtetën edhe në klinik nuk sillemi si burrë grua, mundohemi që ta balancojmë këtë gjë sepse është shumë e vështirë patjetër. Ne kemi vendos sa rregulla të pashkruara, pra secili ka dhomën e vet, secili ka pacientët e vet, në rast se ndonjëri nga ne ka nevojë për ndihmë, konsultohemi bashkë për raste etj. Por përgjithsisht jemi shumë të ndarë në fushat tona, ai merret me kirurgjinë, unë merrem më shumë me ortodoncinë, patjetër që dim të bëjmë të gjitha fushat, pra edhe nëse nuk është njëri është tjetri. Pacientët në përgjithësi kanë një respekt dhe një siguri më të madhe kur kanë mjekra të bardha në profesionin e mjekut, cili do drejtim dhe profil tjetë ai. Si i bën ti që të besojnë një vajzë të re pa merakje, pa shqetësime? Po, kjo është vërtet pjesa më e vështirë. Por mendoj që unë i them gjithmonë të vërtetën. Pra, nëse vjen një vajzë 23 vjeç dhe më thotë unë dua atë buzëqeshjen e bardhë që ndriçon etj dhe unë e shikoj që nuk është kjo gjëja që duhet të bëhet. Pra, është më mirë që ta edukoj këtë pacient, mundohem ta edukoj, ti them shikoj se ti e re, duhet i drejtosh një herë dhëmbët, mund të bësh një zbardhje, mund të bësh mbushjet, pra ti mbash sa më shumë biologjike dhëmbët e tu dhe pastaj të shkosh te kurora, faceta apo te shërbimet e tjera. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.